Kush do luaj flokët sot? Are you ready to be a blonde girl? Nuk e di. Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Ti je Eleana? Unë jam Eleana, sot vajtëm për kafe me motrën. Jemi në Tiranë. Keni parë nga video e fundit, shpresoj të keni parë videon e fundit. Edhe sot dita është e premte. Kam një takim që të bëj diçka të flokët e mia. Woo! Beyond the lifestyle, choose my sister. She wants to be a blondie. Do bëjmë bjonde? Do bësh bjonde? Do bëjmë. Motra ime ka 3 vjet që thot dua të bëjmë bjonde, dua të luaj flokët, dua të bëj diçka. Kësaj radhe mori kurajon. E kam pronontuar takimin, tani që do bëhet, nuk e di. Kemi ka që ditë që zjojemi në orën 7-8 të mëngjesit, edhe unë jam transformuar te motra ime tani. Jam mësuar me këtë program. Sot kam takim në orën 11, duhet të bëhemi gati, do shkoj te Indriti. Shpresoj të dalim bukur. Jam shumë e stresuar për këtë pjesën, është herë e parë që do luaj flokët e mia, nuk i kam luajtur kur, edhe nuk e di do më shkojnë, do i urej. Jam shumë në siklet, se them, pastaj po të mos më shkojnë, do kthehem në shtëpi do edhe pastaj do marr një boj nga supermarketi e do i luaj vet. Të zeza fare pastaj, do ja fus një të zezë. Nuk e di çfarë do bëj. Kemi krijuar një problem para se të ekzistoj si problem. Po, e vërtet, e vërtet. Ik, luaj, provoje, shife, do ta provoj. Mos e çaj kokën, barabart thojni, shkruajmë pak. Super yll do jesh si me flokët, kështu si me flokët. Bukurim ti e ke këtu në fytyrë. Po. E ke në trup, po. E ke në shpirt. Po. Pastaj ato flokët janë kështu. Detaje. Preve dhe flokët para disa ditëve të gjena, do i shikoni të gjitha këto skenat të vlogu i motrës. Janë shkurtuar pak normalisht, se i prem majat që ishin të majat. Majrat. Apo majat. Maja i. Maja a. Maja ho. Maja aha. Edhe tani them, po të dalin keq flokët, luerja, do i pres deri këtu të mbaroj filmin. Pastaj nuk do mundem të përdor Dysonin, aty është halli. Çfarë do vesh? Çfarë do vesh? Duhet të vesh diçka të bukur që të ndihem më mirë me veten time. Hajde që jemi vonë, hajde. Jemi vonë. Të vesh fustanin. Vish. Të vesh. Të vesh. Pse? Në thuaj. Po. Të vesh. Po. Do vesh këtë fustanin kafe, të gjatë deri poshtë, e keni mësuar, e keni parë deri tani. Është fustani më i mirë që kam për këtë periudhën e vjeshtës. Duhet të marrë dhe të tjera si kjo. Janë shumë të rehatshme. Po të bëja një linjë me roba, do ishte sigurt një fustan i tillë brenda, se nuk vdes, nuk ikën nga moda, edhe mundesh ta përdorish çdo ditë. Mirë, jo çdo ditë, se duhet edhe ta lajm, po e kuptuat. Po. Elana po thyet, po thyet. Dje bëra një pastrim fytyre, edhe sot lëkura shkëlqen. Është fantastike kjo gjëja që është bërë, sepse dje kisha disa shenja që më kishin ngelur, se normalisht kur bën pastrim të eliminojnë pikat e zeze dhe pastaj ke disa skuqe sa del nga tje. Okej, lëkura ime shkëlqente që dje, edhe sot nuk kam as edhe një shenjë. E shikoni. Është herë e parë që bëj pastrim edhe ditën tjetër zgjohem edhe jam kështu. Fantastike. Them të luajm pak fare, sepse më thanë që të pres 24 orë kanë kaluar, s'kan kaluar që të vej make-up. Paka shumë kanë kaluar tani, hajt mo. Do vej pak concealer, pak rouge. Këtë e kam parë si tip nga vajzat e tjera që kanë vajtur kanë luer flokët, edhe kanë thënë që duhet të jesh e luer me patjetër, ta shikosh pak veten më të bukur, që të mos të vi me njerë diferenca. Të luemi shpejt e shpejt se jemi dhe me vonesë. Si gjithmonë, si çdo ditë. Si gjithmonë jemi me vonesë. Unë kam marrë pa dashje concealerin të gabuar këtu në Shqipëri me vete. Një concealer që është super i errët, edhe po përdor të motrës. Edhe ja them Eliana! Tani e mësem për herë të parë edhe ajo, ka që ditë e bëja fshehur. Mirë, po ka concealer po përdor? Po këtë? Si ke edhe tjetër? S'kisha parë që ke edhe tjetër? Ka me Estée Lauder W. Jo, nuk ti marrë ato të shtrenjtat, me këto ekonomike të vazhdoj. Edhe po doni të shkoni të shikoni ku e bëra pastrimin e fytyrës, do e kem bërë TikTok. Edhe po nuk më ndiqni në TikTok, shkoni tani të më bëni follow. Just saying,
Ju tremba me këtë që thash? Edhe sot është Halloween. Po, sot ka party, ka gjëra kështu të bukura edhe unë ja kam qërë kokën motrës të dalim sot në darkë. Motra ndërkohë këto ditë ka filluar edhe po shkallon, se dalim çdo natë, çdo ditë. Edhe ju e dini sa për party jam una. Po unë dua të dal, se kemi Halloween. Po ti dojnë gjithmonë të dalësh, Po. e s'kemi Halloween, kështu që Unë dua gjithmonë të dal, mos e okej. sill si Më gjykoni, po doni më gjykoni, po unë dua gjithmonë të dal, se po nuk dola tani që jam 22 kur do dal. po unë nuk jam 22. Po ti kur ishe 22 nuk dilje, kështu që duhet ta bësh tani ta rikuperosh. Duhet të shkoj të heq vetullat e mia se kanë arritur në një fazë skandaloze. Mi tu motra. Edhe ti, Mi tu. Jam gati, nuk e di thjesht tani çfarë do vesh nga lart. Tu është halli. Të marrim edhe çantë. Duhet të zbresim poshtë që të thrasim taksi, se kemi këtë hallin këtu tani, që lëvizemi vetëm me taksi, edhe çdo kurs ka një histori të ndryshme. Çdo herë që hym në taksi, njohim një personazh pak Më partikolar. më partikolar, le të themi. Dje për shembull, hym brenda në taksi, ishte një vajzë e cila bante gara me një makinë tjetër, që ishte jo taksi, ishte BMW, ku e di unë. Ne ishim në taksi brenda, ndërkohë. Ajo në punën e saj bante gara me një njeri tjetër. Që unë këtë gjë nuk e kuptoj si ka mundësi ta bëjnë njerëzit këtu. Je në punë, nuk je për qefin tënd. Kur të jesh vetë në taksi bëj çfarë duash, se ti rrezikon jetën tënde, po unë çfarë faj kam? Tani që hyret e taksia jote dhe do të paguaj. Nuk është që hyra fala se të do më çosh në shtëpi dhe hajt mo. Nuk e di, është pak situata e frikshme këtu të marrësh, sidomos në darkë, se hajt mo në mëngjes disi më okej, më normal. Po në darkë nuk e di çfarë psojnë njerëzit. Motra, çfarë të veshësh nga darkë? Ka marrë gjaketën e zezë, nuk e di po do e kem nevojë. I don't think I need to... Okej, ta marrën atë tëndën. Çfarë? Të gjatin, se nuk më shkon asgjë. Merë. Okej, super. Ja dolëm edhe sot, ja morëm robat motrës. Una e ka marrë robat që ti veshësh ti paga shumë. Po, është fantastike kjo tani. Po, është edhe imja. Po, prandaj është fantastike. Kur ke një motër fantastike, do kesh edhe robat e motrës fantastike pastaj. Ready, let's go. Dhe çfarë do bëj? Do veshësh atlete. Po. Se motra ime këto ditë ka probleme me kurizin e saj. Edhe me ta ka gjithë ditën nuk bëhet. Dini çfarë njerëz shijoni rinin tuaj. Shijoni rinin tuaj, shijojeni, dëgjoni. Nuk duket sikur flet një njeri 50 vjeç. Ndihesh një njeri 50 Ndihem, vjeç. brenda në shpirt, nuk Po. është që thjesht. Më mirë veshje atletet motra se janë për moshën tënde. Rosh. Në lerë në rinin me taka me gjona. Motra më thoshte, një ditë do bëjmë business woman edhe do dal gjithë ditën me taka që në mëngjes deri në darkë edhe do shkoj te zyra ime. Po, janë... Serialet që shikon amerikane në mendjen Bravo, tënde. ato janë filma mentale që bëj unë. Po, motra ndërkohë nuk mundet të ecë për 4 ditë rresht me çizmet që kanë një tak kaq. Jo me ato që mendon motra që do vesh kur të ketë zyre edhe të jetë business woman. Mos provoj një trenching tent. Të shkon. I like it. Më shikoni tani brune, se nuk do më shikoni më. Wow! Sa orë thua do duroj si Nuk e di, edhe kjo më streson më shumë se kam frikë që do marr pak orë. Edhe unë përtoj të ri shumë orë në një vend. Dua të lëvizem, dua të bëj gjëra, të organizohem, po. Erdëm të haj diçka të shpejt para se të nis me flokët. Lash gjysëm sanduiç, të cilin po e përfundon motra. Edhe sanduiçin e mora me proshut. Motra ndërkohë ka hequr këtu proshutin edhe po ha bukë me majonezë dhe me domate. Fantastike. Years later. Nuk kam
nuk kam fjalë për këto flok. Më duhet pak kohë që të mësojmë, po rezultati më pëlqen tepër shumë. Do të thënë ishte fiks ajo që kisha në mendje, edhe vajtat e Indriti pathën qartë që unë dua këtë. I tregova 1-2 foto që nuk ishin fiks kjo, po unë këtë kisha në mendje. Edhe thjesht i thash, Elena duart tënde, bëj ti qa mendon, që do më shkoj më shumë, edhe besoj bëri zgjidhjen më të mirë. Ndim që më shkojnë, nuk e di tani, do më thoni edhe ju në komente, po pres të shoh qa do thoni. Po Indriti bën një punë fantastike. Hyra brenda edhe ishin të gjithë profesional, të pyesnin je mirë, do kafe, do ujë, të rish pak. Ishin të gjitha perfekte, nuk kam fjalë, vërtet, not sponsor datol. Plus Indriti në fund më dha edhe 2 produkte. Kemi këtu një dhuratë. Edhe falenderoj nga zemra. Edhe nuk e them kod që ja vlen çdo euro që do jepni në atë vend. Mezi po pres ti provoj. Kjo është një hair oil, vaj për flokët. Edhe më duket ma përdori të flokët e mia se isha atje. Mban erë fantastike, më duket është e njëjta që më dha. Edhe kemi dhe një repair mask. Mask për flokët që e kam shumë nevojë se i bara bjonde, po tani duhet të kujdesem shumë, ti mirë mbaj, të mos ik ngjyrat, mos ashpërsohet floku. Edhe tani kemi erdhur të ham diçka te Bedouin Lake, se ishim këtu afër, mbas flokëve bëra një Gati për foto. tani video. Vazhdo. Faleminderit. Unë pas flokëve kisha një takim pune. Mirë. Quhen Eggs Benedict, ti provoni. Të gjitha këto që ju tha motra, jam dakord. Asgjë nuk është sponsorizuar as flokët, i pagovi vetë, thjesht vërtet bën punë shumë të mirë Indriti. Edhe këtu te Bedouin prap vetë po paguajmë, thjesht vërtet na pëlqen ushqimi. Edhe nuk thash për shtypjen time për motrën, më duket që i shkojnë super shumë tepër këto flokët. Mbas ushqimit është ora të rikthehemi në shtëpi, sepse motra ime ka rënë depresion, nuk ka fjetur gjumë në drekë edhe do të vras veten momentalisht. Unë i kisha thënë të dalime për Halloween, po nuk do bëjmë asgjë me shumë mundësi, se nuk është në Terezi. Jo. Momenti që më zë budallallaj kur keq fare mua. Më kupton qa po të them. Më kupton. Edhe ti ke pijamit të bukura. Elena mos ma bëj kokën dhall tani. Shikoni që pijame. Silli nga Greqia e mbaj një palë. Më ka vënë motra ti vesh këto pijame tani këtu. Të duke me shpifur që të ndihet motra më bukur. Unë këto kam veshur gjithë këto vitet që vi këtu. Si vjeti solla këto. Po unë nuk i kisha sjell këto, do vishja këto. E ti që do vishje? Te. Jo! Vikjara! Hajde bëj edhe Nuk njerë! dua! Hajde bëj edhe njerë! Ka zënë ngjyra në trum duket. E bukrajme, e motrajme. Na. Re kur pin ujë, as ajo, as serpente nuk të ngacmon. E bukrajme. E zemrajme. Jemi kthyer në shtëpi, edhe porim, unë do të dal, motra nuk do të dal. Edhe unë do të dal. Që atje, është Halloween sot, edhe duhet të kishim dalë që të lyeshim, të bëheshim të Po bukura. njerëz, Eliana don në mëngjes të shkojmë atë për flokët se nuk don të shkoj vetë për flokët. Pastaj don të shkoj te takimet e punës se ka se nuk don të shkoj vetë te takimet e punës. Pastaj më thot hajde ulemi se tani ma hahet buk, ndërkohë që mua nuk ma heshe buk. Hajde ulem hangri buk. Nuk dua. Ofra, nuk dua. Po unë dua. Po nuk më intereson fare, dil. Po unë dua. Dil. Unë dua. Kjo është situata jonë gjithë ditën, kështu zihem. E bukrajme, o motrajme. Do të paktën të luej për Halloween. Jo, Paktën. jo. Të paktën. Jo pra. Është e paktën që mund të bësh. E di çfarë është e pakta që mund të bësh ti. Mos më çash kokën. Edhe tani çu kthevëm, vajtëm pak poshtë dyqani lagjes. Edhe pam ca çuna, ishin fëmijë të vegjël, që kishin mbushur ca qese me vezë. Edhe të shkonin t'ja hidhin, nuk e di, shpive makinave njerëzve. Se po diskutonin, ne po t'i nxjerrim, t'i vëmë aty e t'i hedhëm pastaj, nuk e di ku. Por pak too much. Mua personalisht më duket pak too much. Mua më pëlqen kreativiteti që kanë fëmijët, se nuk i shikon për telefona. I shikon që krijojnë
Lojra, bëjnë diçka në për moshën e tyre. Po. Shikon fëmijët e tjerë me telefona në Do dorë, me thënë- thua, po, na ka shkatruar teknologjia. Do me thënë. Të paktën këta merreshin me vezë. Po, kuptoj që ka edhe diçka të mezit që mund të bëjnë fëmijë. Jo. Në me thënë, po në orën 10 dole ti, vendose dole, Po. edhe të vina i qune të hedh vezën në kokë, ti do kënaqesh. Vetëm me drumë mësojnë. Erdhëm ulëm këtu, sepse dje vajtëm te Pazari i Ri, që është hapur një dyqan, një lokal, që quhet Kuki. Edhe unë e kisha parë atë lokalin në TikTok. Edhe Gënjeshtër e gjitha ndërkohë se e kisha parë unë në TikTok, ti se kisha parë kur në e TikTok. kam parë në TikTok. Unë të kam dërguar. E mirë, okay, ma ke dërguar ti, e kam parë edhe unë në TikTok. Nuk të kam dërguar. Ore, pse ke nje? Të betojmë. E kam salvuar. E kam salvuar në TikTok, të betojmë. Do ta thysh tavolinën. Po. Po, kaluam nga Pazari i Ri, edhe shikon motra këtë lokalin më thot, "Oh, re, kjo nga TikToku." E shikoj dhe unë them, "Oh, po." Edhe thash, "Hajde marrim 2 biskota ti provojmë." Që dje kemi marrë 2 biskota që nuk i kemi ngrënë. Tani nuk do japim review tamam, se nuk i kemi të freskëta. Po mirë, cilë ditë kanë dendur. Po, tu kam zgjedhur një me pistakio, edhe këtu motra ka zgjedhur një me Nutella, brown. That's how it looks. Prita mbaj herë tëndin? Kjo mban herë më të mirë. ASMR. Chin chin. Qin. Sheqeri gjallë. Kjo është edhe me krip lartë. Është e kriposur. Okej. Okej. Si një biskot me çokoladë, nuk vdiqe, nuk ka diçka që të them wow, duhet ta provoni, ka një shije kështu. Është një biskot e mirë. Nuk do e blija pra. Por le të provojmë edhe timen tani. E cila është gjigante. Kjo është më e mirë në shije. Është më balancuar. Edhe ka edhe shi pistakio. Edhe butë është brumi. E mirë këto. E imja, shiko. Adra! Unë e kam këtë hajet në ndën brown atje. Nuk më këmë fejnë. As mua ti e zjodhe. Thash pistakio, the jo. A e me Nutella atje. E mirë. Pse e themi Nutella? Se ka 2 lë. Po Nutella e ka emrin. Në Amerikë si e quajnë? Është italiane Nutella. Në Itali si e ka? Nutella. Nutella. No, Nutella. Nutella. Në me dhe ca. Are të s'kam ngrënë sot! Fajot! E. Jo, nuk Ka. e Ha, mere! Mirë, ta ha të gjithën. Jo. Pak, një kafshat. Mirë. Angela. Nëzije. Bështije! Bështije. To budallalli që të hanë, pastaj nuk hanë ato që të gatuan mami. Pasulet akoma brenda në frigoriferike. Do i hedhësh tani. Aqë sa hangre dhe ti e ngre dhe unë. Mos më bëj mua më. Po kur pja unë uj? Asaj me pistakio i ve notën 8. E mirë është, do me thënë më pëlqevi. Po. Ndërsa kjo që e zjella vetë është shumë e embël më duket, ose nuk e di ka diçka që nuk shkon me këta. Ajo është shumë e mirë. Edhe brumit e kjo është më e mirë. Ti do e fshish shpinë. Ti do e fshish. E mblodha. Qelbanike. Pishanjoze. Vromjara. No, nuk e dua me. Hangre gjithë kremin, ti e mje brumin mua. Mirëmëngjes, nga një ditë të bukur, kemi për kafen ton, kemi për floçkat tona të gjena, edhe sa kemi arritur te Klinika Grande, jemi jashtë pallatit, sepse për pak kemi takimin ton për laser. Unë çdo herë që vi në Shqipëri preferoj ta bëj këtu laserin që atëherë që fillova në Klinikën Grande, sepse kam parë që bëjnë një punë shumë profesionale, edhe kam parë super diferencë te trupi im. Edhe tani do bëj unë mirëmbajtjen tim
time, kurse motra do bëj seancën e vet. Edhe jam super e lumtur mezi po pres. Arritëm, e kemi këtu mbrapa klinikën grande, edhe hajdeni me ne. Motra është ndruar, ka veshur robën e saj, edhe për pak do filloj, edhe unë për pak do shkoj te dhoma tjetër do ndahemi, sepse do bëj motra këtu, unë nga ana tjetër. Kështu që është perfekte, do mbarojmë bashkë, edhe do jemi pastaj me lëkurë të butë dhe paqim me pazje. Se mbarova me seancën time, prisni t'ju tregoj, ja, ku është Dora, edhe tjetra, paqime, pazje. Ndihem super e lumtur, dhe m'pak, mua ndërkohë, e vetmja pjesë zonë që më dhem pak është bikini. Gjithë të tjerat janë okej, sepse mund të dhembin herën e parë në seancën e parë që do bëni, mund të dhimbni pak më shumë, okej. Kur është qimja me trash, normale që kur bie lazeri lart, ju djeg më shumë. Po, pastaj në seancën e dytë, e tretë, e katërt, qimja hollohet, edhe normale që nuk do ju dhemb aq shumë sa ju dhimbte në fillim për shembull. Kështu që është super e durueshme, edhe jemi gati të ikim. Motra, si kalove? Shumë bukur, faleminderit. Ikim. Mirëmëngjes, nga dita tjetër. Jemi zgjuar, jemi bërë gati. Nuk kam hapur akoma sytë e mia se nuk kemi arritur të pim kafe. U zgjam nga ora 9 edhe u bëm gati, ora tani ka vajtur 10, sepse në orën 11 kemi lënë takim të dalim me Rean edhe me Tulën. Me Rean e keni parë edhe herë të tjera që dalim çdo herë që vim në Shqipëri, edhe me Tulën do dalim për herë të parë. Kështu që ja ku është outfiti për sot. Kam veshur taka, gjeta, fund të shkurtër që ka edhe pantallona të shkurtra nga brenda, një bluzë në këtë ngjyrën baby blue që më pëlqen, por bëjmë gati çantën ton edhe avash lëvizemi se jemi larg, jemi te fresku, duhet të zbresim deri në qendër. Edhe derisa të zbresim poshtë, të porostisim taksi, të vi taksia, të ikim, do pak kohë. Akoma po mundojmë të mësojmë me flokët e mia të reja. Nuk e di, u zgjova sot edhe nuk kuptova veten time. Arritëm 8 tani, kemi lënë takim këtu me gocat, po normalisht që arritëm më shpejt, ora është 10:30. 10:38. Kemi 20 minuta akoma derisa të vijnë gocat, kështu që jemi ulur këtu në park, se nuk kemi vendosur fiks lokalin që do ulemi, edhe presim. Was alone, cause every time I let you in, I'm losing track of everything, and I don't know how to pretend it's all fine. When I'm with you, I'm missing parts of me, oh it's true. We are back home, we are back home. Tjetër, jo. Prandaj jam kështu. Kaluam shumë bukur, u kënaqëm me gocat. Po, Pivëm diçka, ngrëm diçka, bërëm muhabet. njohëm për herë të parë Tulën. Po, që ishte shumë gjë e bukur edhe Vajze mirë, është nga Korça, normale që do ishte mirë, ne nga Korça. kupton, po jemi ne atëherë të gjithë janë të mirë, kuptoni se jemi ne. Ka edhe kanal në YouTube, mundeni ta ndiqni. Dhe si fillim desha të ve pak nga ky vaj në flok që sot në mëngjes po harova. Kështu që do e ve tani. S'ka gjë. Pritet të ve pak këtu. Po pra! Po. Mbaka shumë herë të mirë kjo ore. Unë ndrova, kam veshur një fustan të zi, se vajta deri te baziku, që të marr një sanduiç të haj. Edhe nuk kam bërë asgjë tjetër, thjesht hëngra, edhe kam ndentur e shtrirë, sepse me kishte zënë një dhimbje kokje në përgjithësi sa herë hym në
taksi, mua më bëhet kokadhall, se ngasin pak si të çmendur, edhe sa kthehem në shtëpi dua thjesht të shtrihen. Dijem që do më bien të fikt. Edhe fiksa të bëra, por tani jemi çuar të dyja, sepse në orën 6:30 presim Gjesinën me motrën e saj. Me Gjesinën kishim dalë për herë të parë herën e kaluar që ishim në Shqipëri, kishim njohur, bën TikTok, Instagram, merret me rrjetet sociale në përgjithësi, kishim dalë të pim diçka në dark, edhe na kishte pëlqyer shumë si karakter. Edhe motra e ftovi te kanali e saj që të bëjnë një podcast, kështu që ta prisni këtë brenda nuk e di kur të gjej kota editoj nuk e di. Edhe prandaj duhet tani të përgatisim shtëpinë. Tani duhet të pastrojmë edhe e nisemi për Greqi edhe Itali nesër. Kur themi nesër do me thënë që do nisemi nga shtëpia në orën 3:30 të mëngjesit. Që nuk do flem gjumë do me thënë. Që paga shumë i mbi që nuk do flem. Edhe shqyqur zotit e kemi afër avionin. Unë e kam në 6 e Liana e ka 6:30. Shifi se bjonde dukesh tani. I love it. Edhe të paktën do jemi bashkë të dy. Ka por tani duhet të fshim shtëpinë, ta pastrojmë Prito. E kemi si mos më keq që kemi këtë shtëpinë. Shturp të vinë njerëz këtu edhe Valizhe time! Ti nuk do e bësh tende? jo, do e bëj pastaj në darkë se po përtoj tani. Motra! Sot për kafe vajtëm prap te Toptania, atje në atë lokalin që quhet Le District. Shumë bukur e kanë bërë atë lokalin, aesthetic për foto, fantastike. Aesthetic, kështu i quajnë këtu në Shqipëri. Jo aesthetic. Sa shkon edhe shqiptarizohem, edhe unë më shumë, duhet të ambientohem me vendin që jam. Dhe në bas që motra nuk do i marrë do të gjitha mbrapa. A ka me vete fasulkat e babajt. Po. Mos bëj hati, ha duhet të bëj una. Se nuk është shumë e mirë psikologjia Ti ime. të paktën ke një valizhe të madhe 20 kg, unë kam një të vockël tek pull 10 kg dhe prap nuk e di po do më arri vendi. Nuk s'kam fare vend. Që kur ka ikur mami me babin, as nuk kemi dalë në balkon. Nuk kemi dalë në balkon. Jesh në balkon këtë gjera. Duhet të marrë mamin telefon, se ka lënë një qese me shishe plastike jashtë. Pse nuk e di asnjëri? Atëre kishim dal, vajtëm morëm 2-3 gjëra të pim të ham. Unë do me thënë mora patatina. Dhe morëm edhe pak ujë që nuk ishim në shtëpi. Motre e pastrovi shtëpinë e bëri dritë, unë ndërkohë bëja banjë. Prap në frigorifer i u vura që t'ju them që vajtëm me motrën të marrim edhe një shishe verë, sepse i thash, do vinë njerëz, duhet diçka të kenë të pinë. Menduam njerë të porosisim koktelsa të na vinë në shtëpi, po pastaj i thash motrës që jemi te fresku edhe porosia sigur do vonohet na 1 orë sigur që të vi deri këtu. Edhe prandaj vendosëm të marrim verë. Vajtëm në një dyqan që kemi këtu afër shtëpisë. Është dyqan që ka kastile vetëm verë, nuk e morëm domethënë nga supermarketi. Prisni ti o tregoj. Unë hyre i thash duaj një verë, po nuk e di çfarë vere duat, se realisht nuk e di çfarë vere desha. Edhe na sugjeruan këtë rozen. Ndërkohë që ishim brenda në dyqan, erdhi një vajzë vogël me mamin e saj, edhe na pyeti mama e saj që kush është Angela, se do goca ime ta takoj, ta shikoj se ka koqja e ndjek. E përshëndeti motra. Fol ti, se unë flas për ty tani. Duhet ta thuash ti. Po duhet ta thuash ti historinë. Takuam, folëm pak atje dhe pastaj më duket ishte babi gocës, uri që kishte dyqanin. Edhe i tha kapja verë i tha çfarë vere i sugjeron gocës, i thash po thoj bab nuk e di, që unë s'pi për vete. Edhe i tha mirë merr atë verën edhe jepja. Ma dha verën edhe vajta ta paguaj, nuk më la ta paguaj. Ma dhuruan. Edhe shumë faleminderit desha t'i them, se nuk e kishim për borxh të ma dhuronin. Të gjithë njerëzit që kanë një dyqan e di që mallin e tyre e blejnë, kështu që i malli ka dalë nga xhepi tyre, sigurt nuk ma kishin për borxh, po shumë faleminderit nga zemra. Ishte shumë gjëja, mbëlse. Në atë moment që i thoshte motra që jo, nuk dua ta marr kështu, i thoshte që për mua nuk është gjë kjo vera, për shembull që ta dhuroj këtu, për mua ka më shumë vlerë çupa që të takovi edhe unë kënaq, edhe unë ndjem mirë. Edhe ishim ne në një fazë se bukur. Më duket Eneas ishte. Eneas Wine. Suportojnë bizneset vogla. Dhe pastaj morëm ca gjëra budalli që tani nuk mora shumë, sepse nesër për pak orë nisemi dhe po nuk u pin do ngelen, edhe më vjen gjunaf, prandaj mora 1-2-3 gjëra. Një ujë se duhet. Thash që ushqime në shtëpi nuk kemi, po ashtu porosisim ndonjë gjë nga jashtë të hajm, edhe kryesorja. Patatina mori me motor.
Edhe bravo moll. Bravo ime preferuar është molla. Kjo është e vetmja që më mungon kur ik nga Shqipëria. Veren, në ç'a gota do ta vesh? Në këto? Apo në këto me lule? Me lule. Ky podcasti do jetë super estetik me atë divanin, me këto gota Do bukura. jetë Balkan style. style. Erdhën gocat, ka vajtur motra poshtë ti marr. What is this? Kjo është situata jonë, mbasi kemi mbaruar podcastin që filmovi motra për kanalin e saj. Gocat ikën, unë harova të bëj çdo gjë, nuk filmova vlog, nuk desha të bëj edhe një story me gocat që po flisnin në atë moment, nuk bëra asgjë sepse isha aq e përqendruar te muhabeti që bënin, se realisht mua më pëlqej shumë podcasti si doli, edhe të shkoni ta shikoni të gjithë. Ka tematika të ndryshme dhe shumë të bukura, të analizuara. Jesina flet shumë bukur. I ka vërtet mendimet e saj në një radhë edhe di t'i shpreh shumë mirë. Edhe Sandra ishte shumë e mirë. Ishin shumë ndryshe në stil njëra me tjetrën, po në të njëjtën kohë ngjanin edhe shumë. Nuk e di si ta shpjegoj këtë gjë. E vërtet. Edhe kaluam shumë bukur, prandaj nuk kam filmuar asgjë sepse e dini që ne kur kalojmë bukur e harojmë që kemi një kamera, harojmë që merremi me rrjetet sociale. Pastaj vajtëm edhe hangërm diçka që Po. ishte vonë edhe në Vajtëm te baziku, këtu te lagja, Ato që hangra. kemi. Unë hangra burger e provova për herë të parë, ishte shumë i mirë. Kisha kaq kohë që porosisja vetëm sanduiç. Po burger ishte tamam, me thënë Po tamam. duke tani kanë sill burgersat. Po, Nuk e di ku shumë të mirë e bënin. Si McDonald's jo, po të mira. Po McDonald's nifet për burgera cilësor. Po. Në përgjithësi mua më pëlqen Cilësia. Kemi folur edhe për shumë gjëra me gocat që nuk do i shikoni, se nuk i kemi filmuar, po muhabete shumë interesante. Unë duhet të bëj valixhen time gati që se bëra çfarë. Duhet të mbledhim shtëpinë, duhet të kujtoni të marrim klerat i hedhim pastaj kur të ikim, se pastaj po i lëm këtu do kalben edhe do mbajë gjithë shtëpia. Kemi gjë tjetër. Edhe të flem 3 orë gjumë, se pastaj do zgjojmë që të ikim. Po fjetëm 3 orë. Po fjetëm. Eliana. Në atë e fundit që do flem bashkë. Re shumë sad kjo që thua. Duket si çaj sigurisht për gjithmonë. Jo, kjo është një natë nga ato shumë në jetën tonë që do flem bashkë. Motra, po bëra 80 vjeç edhe bëjmë kështu si Plak e keqe? Po, jam e sigurt që do bësh. fakt. Ti çfarë do bësh? Do pras veten. Po kjo është shumë kollaj pra. Për atë rrugën më kollaj do marr. Me që tregove ti te video ime, fotot e mia. Ty kemi një foto bardhëzi te Elianës, kur ishte e vockën. Tu ka shumë styling. Këto gjërat që varen këtu te më nga Po krosja. si duket? Edhe kapele. Kapelen na kishin dhënë në shkollë si propt, se banim sikur ishim zonja të mëdhaja. Nuk e di pse. Po na kishin dhënë kapele të gjithave. Edhe banim sikur lexonim. Edhe ka qeshur me shpirt, që duket nga qeshja. Shesh shumë. Po i marr me vete që të bëj valixhen time gati, të mos jem vetë. Mendon sikur ke shoqëri kur e ndes kamerën. Fillojnë iluzionet. Kjo është çanta ime e vogla. Ti hedh të gjitha kështu shuk si janë, barabart janë të gjitha për të larë, apo ta mbaj veten, ta bëj si vajzë e mirë, si vajzë një koqire. Mandje ime tani bën sepse bëjmë gjëra ndryshe brenda ditës, dalim me njerëz të ndryshëm. Edhe unë sot ndjem sikur kam jetuar 2 ditë ndryshe. Mëngjesi është sikur ishte dje te mendja ime. Edhe darka tani është sot. Facts. Mirë e thash. Jo mirë, po e ke qarë ashtu. E kam qarë. Po jo, unë kalova shumë bukur në Tiranë, edhe E di qarë. edhe dua të vi më shpesh. E di Dua ta qarë. besi ashtu të vi më shpesh, sepse kaloj vërtet shumë bukur. Si kur vi ashtu këtu. do ta bësh. Si ashtu, the dua ta bëj si ashtu. Ti nuk kalove bukur për shembull. E di qarë, këse radhe, edhe unë kalova më bukur se herë të tjera. Më pëlqevi këse radhe që edhe dole me njerëz të rinj, edhe njohëm personalitetet të Po, tjera. komunikon me njerëz,
njerëz. Po, Është më pëlqeti. bukur, është bukur. Po. Edhe del pak nga rutina jote. Shikon diçka ndryshe, se okay, edhe në Athinë dal çdo ditë thuajse. Po, ke krijuar një shoqëri standarde që me ata do dalësh, mund të njohësh edhe njerëz të rinj. Po, këtu e bën më, me thënë, e dim që do vi këtu, do flas me njerëz, do dal me njerëz. Edhe mua më pëlqen shumë. Edhe pse nuk jam njeriu më social në botë, do desha ta kisha më kollaj të jem më sociale, po më bëhet akoma më e vështirë kur duhet flas shqip. Unë ç'a do vesh në rrugë? Apo të vesh këto pantallona që kam veshur, apo të shkoj kështu edhe me këtë bluzën, varoj filmin. Bërë edhe check-inin edhe më doli vend në dritare, kështu që jam super e lumtur, se do ri atje, do fles super gjumë. Mbas shumë sikleti, u futëm, ja dolëm, edhe tani është hapur geti ime dhe duhet ikë. Kështu që Eliana ka hyrë të marrë një kafe, sa una jam ullur në një tavolinë këtu. Po i mbaj tavolinën se është plot me njerëz, edhe do ju përshëndesh. Ciao!